Krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit e gjenocidi ushtruar nga regjimi i Miloševićit shkaktoi dhimbje e cila nuk do të shuhet asnjëherë. Mira të vrarë përfshi shumë fëmijë, mira gra e burra të dhunuar, mira persona të zhdukur me dhunë, të cilët ende mungojnë në familjet e tyre dhe i mungojnë gjithë Kosovës. Dhimbja e tyre nuk njeh kohë. Ajo është një plagë e hapur, plagë e gjallë, plagë e cila kullon çdo ditë dhe e cila akoma kërkon drejtësi. Në shumë vende të tjera në Kosovë, akoma priten më të dashurit, rreth 1600 të zhdukur më dhunë. Nëpërmjet kujtesës të vërtetës të drejtësisë, krimet jo vetëm që duhet të dënohen, jo vetëm që çdo ditë duhet të nderojmë ata që kemi humbur dhe dhimbjen e familjeve të tyre, por mbi të gjitha, edhe vetë ardhmja duhet të ndërtohet mbi respektin për ta. 26 vite pas luftës, drejtësia ende mungon. Kryerësit e krimeve nuk janë gjykuar dhe viktimat, familjet e tyre ende vazhdojnë të presin. Familjet e të zhdukurve jetojnë çdo ditë me pasiguri dhe me dhimbjen dhe ankthjen e pritjes. Disa nga dëshmitarët e të mbijetuarit po vdesin, duke marrë me vete pjesë të rëndësishme të së vërtetës. Prandaj detyrimi ynë institucional është më i madh se kurrë. Dokumentimi, ruajtja e kujtesës dhe kërkimi i vazhdueshëm për drejtësisë janë urgjencë kombëtare.